Në fakt, sikur se tha dhe ju, kryeministri i vendit Edi Rama ka bërë një mbledhje në orën 12 në aksin Kuç-Qeparo ose pjesë e zonës së Kuçit, pra në një prej ambienteve të lokalit, ku ka mbledhur të gjithë kryetarët e bashkive të vendit për të diskutuar mbi reformën territoriale. Masat forta sigurie nga ana e policisë, por edhe e gardës janë pozicionuar që prej orës 9 të mëngjesit të sotëm, kjo pasi kishte qarkulluar një informacion që mund të kishte proteste edhe nga banorët e zonës ose nga banorët të cilët i përkasin bashkisë Selenicës, një nga bashkitë në të cilën do të shkrihet sipas reformës territoriale ose propozimit për reformën territoriale, megjithatë nuk ka patur asnjë qytetar në të cilën të afrohet. Kryeministri i vendit ka mbritur rreth orës 12, ku është pritur nga ministra Mazniku dhe Demo, më pas kanë qenë kryetarët e bashkive në të cilët normalisht për rreth një orë kishin që e prisnin. Rreth orës 11 ka mbritur kryebashkiaku i Marrët Vangel Tavo, ka mbritur kryebashkiaku e Vlorës Mersini, kryetari i bashkisë së Selenicës Nertil Bella, i cili është një nga bashkitë në të cilën pritet të shkrihet sipas reformës territoriale, por edhe një nga bashkinë në cilën ka patur edhe proteste nga qytetarë të shumtë të cilët janë organizuar në zonën e Drashovicës, të cilët janë shprehur kundër reformës territoriale, gjë që për cilën ka patur edhe kontestimin nga ana e vet kryebashkiakut Bellaj në rrjetet e tij sociale, në cilën tregon se bashkia e Selenicës ka resurse të mëdha dhe është një nga ato bashkinë në cilët duhet i shmanget reformës territoriale. Megjithatë, unë jam në ambientet e jashtme të lokalit, fillimisht sikurse e përmenda kanë qenë kryetarët e disa bashkive në të cilën hyn fillimisht dhe në orën 12 ka qenë kryeministri Rama. Përpara se kryeministri Rama të mbrinte, janë bërë kontroll nga ana e gardës edhe me qendra anti-eksploziv në cilën kanë kontrolluar të gjitha automjetet apo territorin përreth. Garda është pozicionuar në të gjithë territorin pra rreth rrotullt ambientit ku po zhvillohet takimi. Brenda ambienteve të paktën kështu flasim burime brenda ambienteve të lokalit është duke u filmuar vetë dhe ndoshta më pas do të transmetohet ose do të shpërndahen nga zyra e kryeministrisë apo e ministra e përkatësit nëse do të shpërndahet diskutimin në cilën po bëhet. Megjithatë, ka 60 minuta, diskutimi vjen të jetë ende, nuk e di se çfarë nëse do të kemi ndonjë prononcim pas përfundimit të kësaj mbledhje nga ana e kryeministrit apo edhe ministra e përkatëse, megjithatë do të jem këtu deri në përfundim të takimit në cilën është duke u zhvilluar prej orës 12. Qartë, Arman, pavarësisht ju thatë që kanë qarkulluar disa fjalë që ishte mundur që të kishte protestues nga bashkitë të cilat janë kundër kësaj hardhe të re territoriale, deri në këto momente nuk ka pasur prezencë qytetarësh aty apo jo. Pra, deri në këto moment që nga ora 12 që ka nisur, situata është e qetë. Edhe pse ka qenë një informacion normalisht i cunguar për takimin në cilën do të zhvillohej në orën 12, kjo për vetë faktin se kryeministri do të mblidhte kryetarët e bashkive mbi diskutimin e reformës territoriale, por që ka patur informacion nga ana e policisë së Vlorës që mund të kishte një grumbullim të qytetarëve në ambientet e jashtme për të kundërshtuar reformën territoriale, por që nuk ka rezultuar informacion i saktë për policinë ose të paktën personat nuk kanë ardhur asnjë qytetar në cilin të protestojë. Takimi vjen të jetë normalisht i qetë, vjen të zhvillohet brenda ambienteve të lokalit edhe pikërisht sapo kalon Kuçin në aksin Kuç-Qeparo. Në fakt, sikurse përmenda, informacioni ka qenë i cungur për vetë faktin, edhe unë kam patur informacionin që do të ishte në brendësi të fshatit Kuç. Prandaj edhe një informacion ka qenë që do të ishte rreth orës 10 të mëngjesit, por që takimi ishte menduar në orën 12 në ambientet e lokalit sapo kalon Kuçin duke zbritur për në Qeparo. Po, Arman, cilat janë pritshmëritë nga ky takim i sotëm? Çfarë rezultati, çfarë konkluzioni, çfarë pritet? Në fakt normalisht edhe duke patur, këto kanë qenë fazë diskutime, sikurse e kemi raportuar edhe në Tiranë apo edhe në kur janë bërë diskutime mbi reformën territoriale, ka patur kontestime nga qytetarë, nga bashki të ndryshme. Pritet që të jetë kryetari i bashkisë së Selenicës për të hedhur iden kundër reformës territoriale, gjë që për cilën e ka shprehur edhe publikisht në rrjetet e tij sociale, në cilën është kundër kësaj reforme për shkak të shërbimit, thotë ai, që qytetarët duhet shkojnë në Vlorë apo edhe për shkak të resurseve në cilën bashkia e Selenicës ka, duke qenë se ka një territor të gjerë të fshatrave të lumit të Vlorës, gjë që për të cilën e ka kundërshtuar në rrjetet sociale, por nuk di nëse do ta kundërshtoj përpara kryeministrit Rama. Priten që të paktën disa prej kryetarëve të bashkive që kanë qenë kundra shkrirjes së reformës territoriale të kenë diskutim në ambientet ku po zhvillohet takimi për të diskutuar pikat pse kjo bashki nuk duhet të shkrihet dhe pse nuk duhet të bashkohet me bashkitë të tjera sikurse është Divjaka apo sikurse është Selenica, gjë që për të cilën e kanë shprehur kundërshtimin e tyre më përpara. Megjithatë, mbetet për të parë se çfarë është diskutuar brenda
ambienteve të lokalit, nëse kryebashkiak të cilët e kanë kundërshtuar më herë në rrjetet sociale, gjë për të cilën edhe pse në mënyrë indirekte, jo direkte, protesta në cilën kanë qenë ka patur edhe punonjës të bashkive për kacje në cilën kanë protestuar, për shembull në qytetin e Vlorës kur protestuan në zonën e Drashovicës, qytetarët e bashkisë së Elenisë, ka patur edhe punonjës të bashkisë në për të cilën e kanë kundërshtuar këtë gjë. Megjithatë, të shikojmë nëse do të jenë të stoik në qëndrimin e tyre që kanë bërë në rrjetet sociale dhe përpara kryeministit Rama duke diskutuar mbi reformën apo pro ose kundër reformës territoriale, apo jo, kjo mbetet për tu parë në përfundim të kësaj mbledhje.